E hëna si ditë pushimi për festën e Fitër Bajramit të shoqëruar me vizita në pika të ndryshme turistike të Shkodrës, sidomos për qytetarët e ardhur nga qytetet e tjera për ta kaluar këtë ditë në Shkodër apo edhe nga Kosova. Kalaj Rozafa është e para ku nisin vizitat, si këta vizitor nga Gjakova dhe Prizreni. Po është ajo lidhjet Shkodër-Gjakov që janë për shembull dhe për çat punë e preferojmë Shkodrën. Kam qenë era 2 që po ve. E ka atë historinë e vet, domethënë e vet edhe çajo është. Po ju pëlqen? Po, mos më na pëlqy nuk vem erën e dytë. Dulëm për qef se patëm pushim. Se jena të punu me punë me se sot patëm pushim edhe dulëm. Për çdo sen këtu që vim na lën për shtypje. Se i ka krejt senet e mira. Edhe dalim për qef me shetit, dalim, ajde ka Shqipnia. E kam të shoqin me Shqipni edhe për çdo sen që vim këtu, pak pushim që kena, se punojmë krejt. Ndërkohë, e hëna në Kalan Rozafa tërhoqi vëmendjen për turistë shumë nga vendet aziatike. Ata shoqërohen nga agjenci turistike dhe përkthyesit deri në hyrje të kalas dhe më pas lëvizin sipas dëshirave të tyre në mjediset e saj. Kanë filluar të bëhen të zakonshëm edhe turistët aziatik, thot punojnë si muzeu të kalas, Ndriçim Mblika. Në sezonin e dimit ka pas vizitorë të shumt. Janë ture ballkanike, por janë edhe ture shqiptare që kalojnë një ditë në Shkodër. Pra në 7-8 ditë që mund të kenë tanë Ballkanin. Një ditë zgjidhet Shkodra. Problemi jonë është se nuk arrim me komuniku me ta, sepse këto dinë vetëm gjuhën e tyne. Janë të pakët ata që flasin anglisht për tyne. Agjencia i bjen kanë përkthyesin e tyne zakonisht e kanë në gjuhën e kombit të tyne dhe ai i shoqënon deri te porta hyrëse e kalas, pastaj këto vazhdojnë lirshur për kala. Brenda një afati të caktuar që mund të jenë 30 minuta ose 50 minuta diçka të tillë. Sezoni në vazhdim pritet të ketë turistë shumë në Shkodër nga vendet aziatike. Edhe në pikën turistike të Shirokës në këtë ditë pushimi nuk munguan vizitorët nga Tirana, Elbasani, Durrësi, Kruja dhe qytetet të tjera të vendit. Ata kishin preferuar të ishin në Shirokë dhe brigjet piktoreske të liçenit të Shkodrës deri në Zogaj. Disa prej tyre pasi e kishin kaluar të dielën në malin e zi, të hënën kanë zgjedhur Shirokën. Na pëlqen si vend, është vend i lezetshëm. Kam qenë më përpara në fakt edhe është nice. Ne ishim në mal të zi, dolem i xhiro këtej, meqense se është afër atë. Nuk krahasohet liçeni këtu me liçenin e Tiranës edhe pastërtia dhe gjëra. Tirana është goxha më ndotur, më shumë njerëz, më shumë këtu është më qetësi në fakt. Nga Elbasani, nga Belçi, në sakt. Ishin në mal të zi për shefja 2 ditë. Edhe tham po kthejmë Shkodër. Unë kam kujtime, kam marrë se kam qenë mësues, kam marrë disa herë në Shkodër edhe këtu. Gjë e bukur se tash po patë liçen, po patë ujë, po patë det, po patë lum, nuk krahasohet me. Edhe ne të vjetër, unë jam 77 vjeç, ne të vjetër jam kujtimet, pra kam marrë këtu që kam qenë 30 vjeç edhe më shumë, se kemi pas si mësues, si kolektiv kemi qenë nga Peqini, nga kështu pak a shumë një mendje dhe ku shkonte treni, që shkonte partijet herë treni, neve vinim. Do e vizitonim atë qytet. Kjo ditë pushimi është shoqëruar me vizitorë të shumtë edhe në Velipoj, Razëm, Bog, Thet dhe Kelmend, pika turistike këto në rajonin e Shkodrës, mjaft të preferuara për turistët.